përshëndetje, shpejt edhe një tjetër telefonat e mi presim. Po, Ju faleminderit. dëgjojmë, mirë se erdhët. Po, desha të komunikoja me doktorin. Po, Jemi drejt për së drejti, telefonata vjen direkt në studio, mund ta bëni pyetjen. Mirë dita. Doktor, kam thuaj se një vit që unë vuaj nga miku i zorve, edhe më bëjmë të kuqe në trup, edhe kam marrë edhe vajnë e popolisit e juve, këtë dhe akoma prapu nuk kam shërim. Edhe në kokë, po gjuha ju rrjes bardhur? jo. Atëhere, myku në zor, sigurisht duke anashkaluar ndoshta edhe përdorimin e antibiotikëve për një kohë të gjatë, duhet ta kufizojmë në këtë mënyrë. Të përdorim çaj me rigon dhe me trumëz. Janë të mrekullueshme për të luftuar këtë mykun e bardhë ose Candida albicans. Mund të përdorim gjethen e ftojit ose dhe të mushmollës, po mjafton rigon dhe trumëz, duke filluar që në mëngjes një vezë ta ngjyej mirë në rigon, të përdorim çaj me rigon me trumëz gjatë ditës, dhe propolisin me rigon është mirë ta përdori 30-40 pika në ditë. Mykun e bardhë, po e lëm të pa trajtuar, ai ka këtë veçori, domethënë mbin, ai miceli shumohet dhe krijon spore, fara, domethënë që ato përhapen më shumë. Po të fillojmë neve ta luftojmë, por luftimi jo 1 javë dhe 2, po ndoshta 4-5 javë, atëherë suksesi do të jetë i padiskutuar. Dhe kam dëgjuar që dhe ëmbëlsirat i do shumë, se duke qenë kërpull, ajo shtohet. Jo, duhet i heqim edhe ëmbëlsirat, pasi e ëmbla kthehet në një mjedis acid. Acidi e stimulon shumë mirë zhvillimin e kërpullave.